Kur të orës 9. Emmanuel Radio, where the heart of Korçë beats. Emmanuel Radio, where the heart of Korçë beats. Top 20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishterën. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjo muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Të dashur miq të Radio Emanuel, jeni duke ndjekur programin Buzëqeshi ditës. Unë jam Jona dhe tashmë së bashku me mua është bashkuar edhe i ftuari ditës, një djalë plot energji, plot pasion, plot ëndra të cilat ka ditur si t'i bëj realitet. Së bashku me mua është Fabian Sinani, bashkëthemelues i Anodos. Përshëndetje Fabian, mirë se erdhe. Përshëndetje Jona, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi edhe një ëndër e bërë realitet të ndodhem sot këtu. Është kënaqësi e veçantë edhe për mua, edhe për të qenë sinqert me dëgjuesit Fabian. Unë e njoh Fabianin që kur ka qenë fëmijë, edhe e kam parë të rritet, jo vetëm atë, por e kam parë të rriten ëndrat e tij, dëshirat e tij, pasioni i tij, edhe e kam parë gjithmonë duke u përpjekur se si mund të ishte versioni më i mirë i vetes së tij. Kështu që jam krenare për ty Fabian dhe jam shumë e lumtur që je sot këtu me ne. Shumë faleminderit. Okej, je gati ta filloj me një lojë që të njohim pak më shumë edhe dëgjuesit? Po. Unë e di që ty të pëlqejnë shumë lojrat. Vdes. Loja quhet Kjo apo ajo, njohim Fabianin më mirë. Unë do të them ty dy fjalë të thjeshta, dy shprehje të thjeshta dhe ti do zgjedhësh midis tyre, por shumë shpejt. Edhe në fund do më tregosh nëse u ngatrove te ndonjëra apo jo. Kafe apo çaj? Çaj. Oh. Punë në mëngjes herët apo në mbrëmjet e vona? Në mëngjes herët. Bravo. Det apo mal? Mal. Okej. Libër fizik apo audiobook? Libër fizik. Okej, një njeri i teknologjisë zgjedh libër fizik. Bravo. Punë ekip apo punë i vetëm? Punë ekip. Pragmatizëm apo kreativitet? Kreativitet. Telefon apo kompjuter? Kompjuter. Android apo iPhone? iPhone. Shpresoj mos jesh duke hapur debate. Planifikimi detajuar apo spontanitet? Planifikimi detajuar. Okej, shkencë apo art? Art. Pica apo sallatë? Pica. Sport apo shëtitje të qeta? Sport. Kodim apo mendim strategjik? Mendim strategjik. Projekte afatshkurtra apo vizion afatgjat? Vizion afatgjat. Shqipëri apo jashtë vendit? Shqipëri. Edhe duket se e ke bërë zgjedhjen. Besimit e Zotit apo mbështetje vetëm te veti? Besimit e Zotit 100%. Dështim që të mëson apo sukses që të motivon? Sukses që të motivon. Startup apo stabilitet? Stabilitet. Wallet, pra portofol fizik apo digital? Digital. Okej, jo më kotje sot këtu. Të flasësh për vete apo të flas puna jote për ty? Të flas puna ime për mua. Okej, puna jote do të flas për ty, po sot në intervistën tonë do të flasësh ti për veten tënde. Shumë faleminderit që u bëre pjesë e kësaj loje. Tani Fabian, për ata që janë duke dëgjuar për herë të parë, kush është Fabiani edhe si ka nisur udhëtimi yt nga Shqipëria drejt botës së teknologjisë globale? Fabiani është një djalë me ëndra, siç edhe ti e the Jona. Unë nisa në kripto para 4-5 vitesh, kur në moshën kur unë fillova të bëja shumë eksperimente me pjesën e punëve, të njihja veten për çfarë isha i aftë, sepse unë gjithmonë kam qenë ai tipi që kërkoja të dilja nga zona e realisë, të dilja nga ajo sistemi që njerëzit ndjekin dhe gjithmonë kërkoja gjëra që për çfarë jam i aftë unë dhe çfarë mund të bëj. Kështu që gjatë kohës kur kam qenë adoleshent fillova të bëja fotografi, të punoja me social media manager, domethënë të merresha me modeling edhe një kohë, edhe gjithmonë më ka pëlqyer puna. Pastaj pash disa artikuj që flisnin për kripton, për ekonominë, që flisnin domethënë për sistemin e bankave, edhe u bashkova në një grup. Domethënë ti ke parë vetë këtë artikuj, nuk ishte se dikush tjetër ti solli, ishte kërkimi yt. Ishte kërkimi im, pastaj i shkruaj edhe një miku tim që është nga Greqia. I shkrova atij, ai po më jepte akoma më shumë artikuj, më shumë detaje. Edhe fillova të mësoja akoma më shumë. Shpenzoja shumë natë pa gjumë, shumë natë pa gjumë, shumë ditë duke lexuar, nuk dilja shumë jashtë për arsye
sepse nuk të dilte koha, duhet të lexoj edhe informacione ishi pafund, edhe dikush që nuk ka background financiar, ishte shumë e vështirë për t'i kuptuar ato terma, kështu që duhet si të ribëje një shkollë të dytë. Dhe ta ribëje vetë. Dhe ta ribëje vetë, pa ndihmën e askujt, pa të kuptuar askush, kur dikush të pyeste çfarë duke bërë dhe ti ja thoje çfarë ishe duke bërë, kjo është nonsens, më thonin, edhe lere fare, pse nuk punon ty kamarir të punosh ose të punosh si përkthyesa, nuk e di. Po që shko puno, më thonin, ndërsa qëri i bën kot këto. I duke i kot. I duke shumë e kot. Si duket sot? Tani janë të gjithë që duan të thonë më mëso. Marr shumë DM, domethënë që më thon Fabian, si është kjo, shumë telefonata. Ma shpjego pak ta si funksionon kjo, po më fut dhe mua si mund të marrun pjesë. Përveç këtyre personave që kanë qenë skeptik, dyshues që prej fillimit, unë dua të di në këtë rrugëtimin tënd si ka ndikuar familja jote, vlerat me të cilat je rritur, edhe besimi yt, se pak më parë te loja na the që besimi te Zoti 100%. Si ka ndikuar të gjitha këto në rrugëtimin tënd? Familja ka qenë ndihmë për disa faktorë, por ka qenë dhe sfidë shumë e madhe për faktorë të tjerë. Kështu që të gjitha gjërat ku unë jam sot, ja atriboj besimit tim që kam në Zoti. Sepse në qoftë se nuk do kisha besimin që kam në Zoti, nuk do isha ky që jam sot. Por jo vetëm besimin, por dhe marrëdhënien. Prandaj familja ime ka ndikuar, si thash, edhe pozitivisht, sepse më ka ndihmuar ekonomikisht, më ka ofruar banesë, më ka ndihmuar në këto aspektet e tjera, por në pjesën e mirëkuptimit të vizionit tim, të aspektit ku unë doja të arija me gjëra që unë isha duke punuar në atë kohë, ka qenë pak sfiduese për ata, për të më ndihmuar. Të gjithëve na trembe panjohur, dhe besoj që ka qenë diçka e panjohur edhe për ta si fillim. Jo vetëm për ata, por për të gjithë rrethin tim. Familje, shok, shoqe, profesor dhe në të gjithë njerëzit që unë kërkoja, domethënë këshill, nuk arrin do të ta kuptonin. Cila ka qenë sfida më e madhe që ti ke hasur? Ndoshta në fillim, ndoshta edhe gjatë këtij rrugëtimi, edhe çfarë të bëri ty që të mos dorëzohesh, e si e motivove veten tënde? Po sfida kam pasur shumë. Është një rrugëtim që sepse në këtë rrugëtim ti kupton në pjesët më të thella të karakterit tënd, dhe jo vetëm për pjesën e punës. Por sfida më e vështirë ka qenë kur e sheh veten që të gjithë janë kundër teje. Dhe gjë që ti e duke bërë, është që ti e thjesht duke kuptuar veten tënde. I duke punuar për të arritur diku. Dhe kur të gjithë janë kundër teje, familja, shoqëria dhe të gjithë njerëzit që ti mendon të afërt, fillojnë të gjithë të kritikojnë, të ulin dhe të thonë se sa gabimi duke ecur në jetë dhe që duhet të ndjekësh një rrugëtim tjetër. Sidomos nga njerëzit që ti i sheh dhe kërkon këshill nga ata dhe të ta thonë, është shkatruese. Zgjedhja që unë bëra, domethënë si të dilja nga kjo sfidë, është vetëm duke qëndruar afër Zotit. Në lutje, duke dëgjuar zërin e tij dhe duke më thënë ai eja mos u dorëzo, sepse unë jam me ty. Kur ai thot po, askush nuk mund të thotë jo. Amen, e vërtetë është. Po, Fabian, që ta kuptojnë pak më mirë edhe dëgjuesit se për çfarë jemi duke folur, do na i shpjegosh pak me terma më të lehta, çfarë është anodos, për ne që nuk e kuptojmë shumë mirë çdo gjë që teknologjia e re sjell, çfarë bën, çfarë na ofron ne, çfarë do të sjell për të ardhmen. Atëherë për të kuptuar anodos, është si të kuptosh. Është greqisht, anodos. Po, anodos. Okej. Dhe do të thotë që të ngrihesh, të evolve, i themi në anglisht, domethënë të shkosh lart, të shkosh përtej. Që do të thotë, në momentin kur ne si njerëz përjetojmë një krizë financiare ose jemi në një moment të errët jetës tonë, atje ndodh kjo anodos që ti ngrihesh. Dhe momentalisht po ta shohësh sistemi financiar është komplet i shkatruar. Nuk e di se sa të ka ndodhur e jona të merresh me bankat, me transaksione, me pagesa, dhe se sa kohë merr për të bërë këto pagesa. Dhe se sa i korruptuar është sistemi bankar. Kështu që anodos, pa hyrë në shumë terma teknik, sepse ka shumë terma teknik, anodos është kjo rrugëzgjidhja. Është rrugëzgjidhja
e këtij problemi të bankave, të transaksioneve. Dhe ne po sjellim një risi në sistemin bankar, një risi në sistemin financiar. Pra një version më të mirë të bankës. Funksionon në Shqipëri, në shumë vende. Tani çfarë jemi duke ndërtuar ne është një aplikacion bankar. Dhe kemi qenë në telefonata të vazhdueshme me disa card providers që mund të na ofrojnë dhe ndihmesën, domethënë në Europë, Ballkan, Amerikë, por në Shqipëri problemi është që e para e punës është mentaliteti, njerëzit nuk arrin dot ta kuptojnë se si kjo funksionon. Dhe ata janë rehat me mentalitet, me atë të bankave, sepse ata nuk kuptojnë dot bankat. 96% e transaksioneve që bëhen në Shqipëri bëhen me lek cash. Po. Dhe tani në Shqipëri unë kam vërejtë që është një pengesë shumë e madhe për ta futur këtë mentalitet. Kështu që për Shqipërinë unë e shoh pak për më tej, për në të ardhmen. Ndërsa ne duam tani të jemi më shumë të fokusuar në Europë, Ballkan, edhe në vendet e tjera, që janë më të përparuar në fazën e kuptimit të sistemit financiar dhe se si ata operojnë. Tani ti na shpjegove shumë gjëra, edhe unë i kam bërë ato kërkimet e mia me aq sa munda, e pash pak se si funksiononte, pash që ju aty kishit atë portofolin digital, opsione shkëmbimi, edhe vizionin kam parë që keni për Neobank. Mund të na tregosh pak më shumë me terma të thjeshta, sërish, çfarë pritet të ndodh? Më pëlqen sepse ti e përmend gjithmonë terma të thjeshtë dhe ky është qëllimi i Anodosit. Po. Që ne ta thjeshtësojmë të gjithë këtë kompleksin. Pra të gjithë njerëzit janë të lodhur me zhurmën e kriptove, me zhurmën e bitcoinit, që të bësh lek të papar për një javë, të investosh. Dhe njerëzit zakonisht janë të fokusuar shumë në këto scams. Dhe ata gjithmonë më thonë mua, Fabian, do t'japu 100 euro, do më japësh 1000 në fund të javës? E kupton? Nuk funksionon kështu. Kjo është absurditet, sepse ata janë të mësuar me njerëz që e përdorin atë si karem, që njerëzit që nuk marrin vesh të hyjnë. Dhe pastaj ata kanë këtë eksperiencën e keqe, që ju krijon atyre trust issues për të besuar më vonë diçka që ndodh në realitet. Qëllimi i neobankut është për të qenë, siç e thash dhe në fillim, alternativa më e mirë e bankave, ku ti mund të bësh transaksione të shpejta, me pak taksa, edhe më e sigurt. Ky është gjithë qëllimi dhe vizioni ynë është që blockchaini, teknologjia e blockchainit të integrohet në jetën e përditshme, edhe që jeta e përdoruesve të jetë më e thjeshtë, të jetë më e thjeshtë, më e sigurt dhe më e shpejtë dhe pa i vjedhur dikush financat e tua. Ti je në kontroll të financave të tua. Ti je vetë banka jote, nuk ka nevojë pse dikush tjetër, dikush me autoritet më shumë se ty të ketë kontroll mbi financat e tua, kur ti mund të kesh kontroll mbi financat e tua. Mund t'i menaxhosh vetë si të duash, mund të bësh çfarë të duash. Me këto që sapo the, besoj që i dhe përgjigje dhe pyetjes së radhës që unë kisha për ty, sepse isha duke menduar, okay, na ofrohen kaq shumë platforma, aplikacione, flitet gjithandej kaq shumë, por çfarë ka të veçantë Anodos? Pse duhet ti besojmë asaj dhe ti pikërisht në solle këtë? Nuk e di nëse ka dhe diçka tjetër ndryshe. Në fakt, çfarë besoj unë për Anodosin që është e veçantë është skuadra. Sepse aseti i një kompanie, aseti më i veçantë, më i çmuar i një kompanie, janë njerëzit që janë atë. Në Anodos, skuadra jon është me njerëz vizionar, me njerëz të cilët janë obsessed, janë të fokusuar, janë të fiksuar me vizionin, që ne të arrijmë aty ku do të arrijmë, që ne të shërbejmë njerëzve dhe jo për interesin ton, jo për të bërë 2-3 lekë të thjeshta dhe për t'u larguar nga tregu, por për t'i ofruar njerëzve vlerë, për t'i ofruar njerëzve atë thjeshtësinë që ne jemi duke folur. Dhe për mua, aseti që ne na bën ndryshe, ajo pika jonë e veçantë nga të gjitha kompanitë e tjera dhe të gjitha shërbimet e tjera është skuadra jonë. Janë njerëzit me të cilët unë punoj, kolegët e mi. Fantastike. Edhe ti ke edhe 2 role me sa di unë aty, edhe zhvillues, edhe bashkëthemelues. Tani si balancon të dyja, sepse në njërin anë është një rol më teknik, nga ana tjetër një rol më strategjik. Si balancon Fabiani të dy këto role? Edhe si e gjen ti vete në këtë skuadrën që sapo na përshkruave? Në fakt, ka qenë e vështirë në fillim për të gjetur pozicionin, kush është pozicioni im. Por pozicioni im i punës është i lidhur me dhuntin që unë kam. Që do të thotë unë jam i mirë edhe në pjesën teknike, por dhe i mirë
dhe me njerëzit në pjesën e marketingut. Kështu që kur arrita të kuptoja këtë gjithçka u bë më e thjeshtë. Edhe si arrit unë ta balancoj, përsëri është e vështirë dhe kjo pjesa, sepse në disa momente më shumë pjesën e merr kjo pjesa tjetër, më shumë në disa momente tjera e merr pjesa teknike. Kështu që nuk është se mund të ruhet një balans për ditë, por është e nevojshme të kuptosh se çfarë është e nevojshme për atë ditë. Ti je kreativ, siç the, në çdo ditë. Po. Mundohem. Si vjen dita? Varet lloji ditës. Por një ditë normale në jetën time është zgjimi në mëngjes, që është kryesori. Po. Pastaj është lutja, që është akoma dhe më kryesorja. Domethënë unë nuk e lë shtëpinë, nuk dal nga shtëpia pa dy gjëra kryesore. Lutjen të parën dhe mëngjesin, i cili është vakti më i rëndësishëm për mua. Pastaj dal që bëj pak stërvitje, bëj aktivitet fizik, pas aktivitetit fizik hap pak ushqim, pastaj shkoj ulem në kompjuter dhe aty fillon magjia. Aty fillon kreativiteti, aty fillon për shumë njerëz kur punojnë, ata ndjen të mërzitur dhe thonë, "O bo tani mezi presin orën, shikojnë orën, kur do iki." Ndërsa me mua ndodhe kundërta. Në momentin kur unë ulem, unë marr energji. Domethënë dopamina në trurin tim fillon të rritet. Edhe kjo gjë më jep shumë kënaqësi sepse punën e bëj me shumë pasion, sepse e di që ju shërbej njerëzve. Dhe kur e kam këtë gjë në mendje, edhe kur i qëndroj vizionit të kompanisë për të arritur aty ku ne duam të arrijmë, gjithë puna bëhet më e lehtë, sado barë ose sado pesh mund të ketë. Tani duke qenë që ti vetë je bërë pjesë e një projekti global, mendojnë që edhe të rinjtë e tjerë shqiptar mund të bëhen pjesë e këtyre projekteve globale. Si e sheh mentalitetin e tyre dhe për ata që duan të bëhen pjesë, çfarë mendojnë që mund t'i ndihmoj? Atëherë, po unë e shoh, sepse të rinjtë shqiptar kanë shumë potencial. Gjë që është duke u shtypur në momentin që ata qëndrojnë në Shqipëri. Dhe që kur largohen, sepse ata mendojnë që të largohesh është zgjidhje. Por kur ata largohen, kjo është akoma më e keqe, sepse aty ata shtypen akoma më shumë. Dhe detyrohen thjesht të mos ndikin ato dhuntit që ata kanë ose ëndrat që ata kanë. Dhe thjesht të punojnë për një rrogë më të mirë. Dhe mentaliteti që ata kanë është që ata duan të bëjnë lek shpejt. Pse vjen ky lloj mentaliteti? Për shkak të rrjeteve sociale. Mënyra se si rrjetet sociale e kanë bërë trurin ton është që të veprojnë në mënyrë shumë të shpejtë. Dhe leku i shpejt ose pjesa e krimit, e drogës, e këtyre leku të shpejt, mënyrave se si leku i shpejt vjen, është ngjitur në mentalitetin e shqiptarëve, e të rinjve shqiptar. Dhe jo vetëm, në Ballkan, Europë, kudo. E kam vënë këtë fenomen me çdo të ri që unë jam takuar. Dhe ky lloj mentaliteti i bën ata që të largohen. Dhe të gjithë që unë kam folur, kjo është gjëja që ata më thonë, si mund të bëj lek shpejt? Si mund të bëj lek shpejt? Kam qenë në qindra kafe, që unë jam ullur me njerëz, kam folur në qindra takime. Dhe njëjta gjë, të gjithë më thonë të njëjtin gjë. Sa lek mund të bëj? Si mund të bëj këto lek? Sa shpejt mund të bëj? A mund të bëj për një muaj 10.000 euro? Kështu që ky lloj mentaliteti është duke i vrarë rinin shqiptare. Një e dyta është mungesa e resurseve, mungesa e burimeve, mungesa e investimit, mungesa e investimit në edukim. Sepse nuk ka burime të mjaftueshme këtu në Shqipëri për të bërë punë të tilla. Dhe investimi nga shteti është shumë i pakët. Edhe investimin e merr ai që është miku i Ejonës, miku i Fabianit, miku i Filanit, jo ai që punon ditë e natë. Ka dhe raste që mund të ndodhë, por në shumicën e rasteve që unë kam parë, ndodh kjo që unë thash, e merr miku i tjetrit ose miku i tjetrit. Dhe këshilla që unë ju jap shqiptarëve, domethënë si mund të bëhen pjesë e kësaj, është si fillim me një ndryshim mentaliteti. Që shqiptarët nëse duan të bëhen pjesë e kësaj ose rinia shqiptare, duhet të ndryshon mentalitetin nga fast money, nga ajo paraja e shpejt në një long term, për një kohë zgjatje. Të mendojnë domethënë duhet parë në terma më afatgjatë, duhet durim, duhet punë,
gjërat e mira nuk ndodhin kështu tak fap me një herë. Si edhe vetë ti po përshkruaje udhëtimin tënd, tu deshën sakrifica, net pa gjumë, edhe jam e sigurt që ende vazhdon edhe punon fort. Po, Cili është mësimi më i madh dhe më i bukur që ke marrë nga ky rrugëtim? ka marrë shumë mësime, nuk është se është vetëm një. Po na thuaj disa atëherë. Më shumë, shumica atyre kanë qenë me pjesën e karakterit tim, që më kanë zhvilluar si person. Por një mësim që gjithmonë ka qenë prezent është bindja. Dhe bindja ndaj kujt? Bindja ndaj Zotit. Sepse në momentin që unë filloj t'i bindem Zotit, jeta bëhet më e thjeshtë. Mos bindja sjell pasoja. Dhe arsyeja që ne vuajm, unë e kam vënë re me jetën time është jo se ashtu duhet të vuaja, por për shkak të zgjedhjeve që unë bëj. Për shkak të mosbindjes ndaj Zotit, sepse nëse Zoti më thot mua Fabian mos e bëj këtë dhe unë e bëj, ajo është vështirësi për mua pastaj. Sepse gjithçka jashtë bindjes të Zotit është peshë. Është peshë e rëndë për ne. E vërtet. Nëse do të lije vetëm një mesazh sot për dëgjuesit tan, cili do të ishte ai? Buzëqeshni më shumë, niseni ditën me buzëqeshje. Edhe jeta është tepër e shkurtër për të mbajtur më ri, për të qenë i mërzitur, për të qenë në depresion, për të qenë në ankth. Jeta është shumë e shkurtër për të fokusuar në e keqja. Prandaj është e mira të buzëqeshësh, të bindesh Zotit dhe të duash. Faleminderit Fabian që na solle buzëqeshje sot te buzëqeshi ditës. Ishte shumë kënaqësi të ishim së bashku në këtë bisedë. Të urojmë shumë suksese, edhe uroj vërtet që do të jesh një ndikim për të rinjt, edhe të ndryshoj ky mentaliteti i gjërave të shpejta, por të kuptojmë se duhem punë, parime të forta edhe vlera dhe shumë besim te Zoti. Faleminderit e jona për ftesën, edhe shpresoj që të kem lënë atë my mark të paktën, edhe sikur dikush kur dëgjon të dëgjoj këtë intervistë, sikur dikush të buzëqesh, ky është qëllimi më i lartë që unë personalisht mund të kem arritur. Besoj që kemi marrë shumë buzëqeshje sot. Të dashur miq, shumë faleminderit që ishit me ne. Ju ftoj të vazhdoni dhe të qëndroni në valët e Radio Emanuel. Do të dëgjohemi sërish në puntatën e radhës. Kalofshi një ditë sa më të bukur.